Skuadra e Vllaznisë ka fituar me rezultatin e thellë 12-1 testin e kontrollit ndaj ekipit të U19 të Akademisë Vllaznia, ndeshja kjo është zhvilluar pasditën së shtunës në Ulqin. Të detyruar nga pamundësia për të siguruar një miqësore me kundërshtarë të barabartë apo të përafërt, drejtuesit e skuadrës organizuan këtë ndeshje kontrolli në mënyrë që kuqeblut të testonin sadopak veten. Në fakt në fushë nuk ka patur shumë rivalitet dhe këtë e tregon edhe rezultati i thellë i ndeshjes. Pjesa e parë është mbyllur në shifrat 5-0 në favor të ekipit të parë, me autor të golave Vecaj, Pjeshka, Pepa, Shtupina dhe Gocaj. Duhet thënë se trajneri Armando Cumu ka aktivizuar 3 formacione në këtë takim, me secilin prej tyre që ka luajtur nga 30 minuta. Një strategji kjo e Cumut për testuar të gjithë futbollistët në dispozicion arsa mund të testohen përballë U19-s. Në pjesën e dytë protagonist për ekipin e parë të Vllaznisë ishte sulmuesi Dibra, që ka shënuar 5 gola, ndërsa 2 të tjerë kanë patur për autor Dycën dhe Krymin. Goli i vetëm për ekipin U19 është shënuar nga Hoxha 1 minutë para përfundimit të ndeshjes. Në këtë përballje është aktivizuar dhe mbrojtësi belg Landry Moleno, i ardhur për provë tek Vllaznia. Nga sa mësohet, lojtari ka treguar një përgatitje të mirë teknike e taktike, por ka shfaqur probleme sa i përket përgatitjes fizike. Kjo si pasojë e aktivizimit të tij të reduktuar dhe jo konstant gjatë muajve të fundit. Nga sa bëhet e ditur, Moleno do të qëndrojë edhe për disa ditë në provë dhe më pas do të vendoset për fatin e tij.